Të nderuar gjyqtar, me lejoni të përsëris një të vërtet përjetshme. I vetmi, a më bash i vetmi, kundërshtar i imi, i popullit e Kosovës dhe i botës demokratike, ishte Slobodan Miloševići. Është e rëndë ta dëgjosh këtë akuzë. Veçanërisht kur gjatë luftës, unë nuk e dija nëse do të isha gjallë prej orës në orë e prej ditës në ditë. Unë nuk isha i sigurt nëse do të shisha familjen time, gruan time e djalin e sapo lindur. E lere më të ndroja të ushtroja kontroll në Kosovë. Në Kosovën e pushtuar plotësisht për rreth 90 vite. Fakti që sa prej nesh sot jemi gjallë është krejtësisht rastësi dhe fat. Unë nuk u ktheva për të rrezikuar jetën time për kontroll dhe pushtet. U ktheva në atë dhe duke rrezikuar jetën time për liri dhe paqë. Pyetja që shtrohet sot është: morja kontrollit prej kuj? Kush? E vërtetë është se kontrolli dhe pushteti ishin plotësisht, plotësisht në gjithë territorin e Kosovës në duart e hekurta të Slobodan Miloševićit. As kuj tjetër. Shqiptarët nuk ushtronin pushtet, është paradoksale. Ata shtypeshin nga pushteti i Slobodan Miloševićit. Misioni ynë si popull ishte i qartë: mbijetesa, liria dhe paqja. Unë nuk isha fare iluzione. Por, shpresa e jone vetme për shpëtim ishte bota demokratike, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO. Prandaj tërë fokusi im ishte ndërtimi dhe forcimi i kësaj aleance. Për këtë qëllim, unë udhtova në shumë kryeqytete për t'i bindur për kauzën tonë të drejtë në Bruxelles, Londër, Berlin, Paris, Bern, Oslo, Vjen dhe vendet e tjera. Por kudo që isha në kontakte vazhdueshëm me zyrtarët e administratës amerikane. Miloševići e kishte filluar luftën në Kosovë, ndërsa ne kosovarët vetëm mbroheshim. Por luftën mund ta përfundonte vetëm NATO, askush tjetër. Dhe ashtu ndodhi. Po të mos ishte intervenimi i NATO-s, lirit Kosovës nuk do të kishte as pavarësitë e Kosovës. Prandaj pavarësia nuk ishte instrument për të marrë pushtet, por për dinjitet. Të nderuar gjyqtar, kjo prokurori me thuri shumë lavde, e më dha shumë tituj e grada. Por e vërtet është krejt tjetër. Unë nuk isha ai i cili transportova rezistencën nga perëndimi në Kosovë. Unë ju bashkova rezistencës në Kosovë. Nuk ishte kthimi im nga perëndimi arsye pse UÇK-ja po masivizohej. Arsyeja ishte Slobodan Miloševići. Dhe askush më bukur nuk e ka thënë se sa sekretari i shtetit Mehmet Albright. Citoj: Miloševići me sjelljet e tij ndaj popullit e Kosovës është rekrutuesi më i madh i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. UÇK-ja nuk ishte shteti, nuk ishte ushtri e një shteti.
Ai është organizim popullor që po mbrojë nga një shtet agresor. Fakti që UÇK-ja nuk ishte organizuar ashtu siç pretendon prokuroria se ishte, nuk e zbe as pak rolin e saj për lirinë e Kosovës. Nuk e bën kauzën e saj për shërim me pak fisnike, e as arritjen e pavarësisë me pak historike. Fitoria e Kosovës ishte më shumë politike dhe diplomatike. Suksesi më i madh i popullit të Kosovës ishte bashkëpunimi i plot dhe besimi me Perëndimin. Ata na ndihmuan pikërisht, sepse e dinin se kush ishim dhe çfarë qëllimi kishim. Unë me asnjë çmim, në asnjë rrethon, nuk do të rrezikoja këtë aleancë me asgjë në këtë botë. Sepse ashtu do të rrezikoja vetë lirinë e Kosovës, do të rrezikoja ekzistencën tonë kolektive. Synimi ynë ishte paqja, nuk ishte lufta. Kur bota demokratike vendosi të thras konferencën e paqes në Rambuje, ne ju përgjigjëm pozitivisht ftesës së tyre. Ushtria Çlirimtare e Kosovës ishte një nga 3 grupet përfaqësuese të Kosovës në këtë konferencë dhe përfaqësues të pavarur të tjerë. Megjithatë, gjatë gjithë procesit në Rambuje dhe Paris, ne punuam si delegacion i Kosovës. Pranuam marrëveshjen e paqes, edhe pse ajo nuk i plotësonte të gjitha kërkesat legjitime. Por Kosova zgjodhi paqen dhe demokracinë. Serbia zgjodhi luftën dhe gjenocidin. Për të ndihmuar bashkësinë ndërkombëtare ashtu siç na ishte kërkuar nga perëndimorët, të 3 grupet, Lidhja Demokratike e Kosovës, UÇK-ja dhe LBD-ja, u pajtuan për formimin e qeverie të përbashkët, që do të funksiononte deri në zgjedhjet e para të lira demokratike në Kosovë. Ishte marrëveshje për të bashkuar forcat dhe energjitë për një qëllim të përbashkët, lirinë e Kosovës. Sot, si mundet dikush të pretendoj se qëllimi ishte marrja e kontrollit të Kosovës, kur ne pranuam që bashkësia ndërkombëtare ta kishte fjalën kryesore në Kosovë. Pastaj, që UÇK-ja t'ia dorëzonte armet NATO-s, siç ndodhi më vonë në qershorin 1999 shtator 99. Pas kapitullimit të Miloševićit, Kosova fut në administrimin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Fakti i njohur botërisht. UNMIK-u sqaroi që në fillim se gjithë pushteti ekzekutiv, legjislativ dhe gjyqësor ishte në duart e tyre. Këto ishin rrethona krejt tjera. Më pas, unë punova me UNMIK-un dhe me partitë e tjera politike, për të ndihmuar në zbatimin e mandatit në të mirë të popullit të Kosovës. Punova me strukturat e përbashkëta të UNMIK-ut. Të nderuar gjyqtar, gjatë tërë kësaj kohe, i vetmi pushtet që kisha unë ishte pushteti i zërit tim. Dhe të nderuar gjyqtar, siç e keni parë gjatë procesit gjyqësor, unë e përdora zërin tim për të promovuar një shoqëri shumë etnike, tolerante në vendin tim në Kosovë. Unë u bëra thirrje serbëve lokal që të qëndrojnë në shtëpitë e tyre dhe të ndërtojnë një jetë të re së bashku me ne. Edhe ata, pra serbët dhe komunitetet tjera, sikurse edhe ne, ishin viktima të Miloševićit. Nuk ishte dhe s'pak e lehtë të bëje këtë, pas tër asaj që kishte ndodhur. Por ishte gjëja me drejt dhe me e dur që mund të bëja.
Kur në Kosovë po hapeshin varre gjithandej për mijëra viktima. Mijëra të zhdukur nuk gjindeshin. Mijëra pengje shqiptare ishin marrë me vete në Serbi. Dhimbja ishte e thellë dhe kolektive. Ajo që mund të beja, ajo që po beja, mund të kishte edhe pasojë fizike, por edhe elektorale. Por Kosova ishte më e rëndësishme se sa fati im personal. Pas hyrjes së NATO-s në Kosovë dhe largimit të forcave serbe, qytetarët e Kosovës nuk po luftonin. Ata po festonin lirinë e shumë pritur. Gjatë 9 viteve të para pavarësisë, do të thotë 1999-2008, ne ishim qytetarë të OKB-s në vendin tonë. Gjatë kësaj kohe, unë i bëra thirrje popullatës të kishte durim, të ishin tolerant, të bashkuar dhe të kishin besim të partnerët ndërkombëtar. Pavarësia ishte fryt i aleancës tonë me botën demokratike. Pas pavarësisë, punova me Bashkimin Evropian, me SBA-n dhe faktorë tjerë relevant për normalizimin e raporteve me Serbinë. Të nderuar gjyqtar, ajo me të cilën u përballëm nuk ishte vetëm periudha e luftës. Ishte një shekull shtypje dhe apartheid. Traumat kolektive shkaktuan edhe ndjenjen e fortë e zemërimit dhe hakmarrjes gjatë dhe pas luftës. Presidenti Clinton erdhi në Kosovë me njerë pas lufte dhe na tha: ne e fituam luftën, ndërsa ju duhet ta fitoni paqen. Unë e mora këtë mesazh shumë seriozisht. E përdora zërin tim për të bërë thirrje për paqë, tolerancë dhe unitet. Gjatë pjesës më të madhe pas luftës, deri në shpalljen e pavarësisë, unë nuk isha në pushtet, isha jashtë pushtetit. Edhe ku era në pushtet, ku marrë me fitore elektorale. Por gjatë tërë kohës, unë respektova normat demokratike dhe rezultatet e zgjedhjeve. Dhe kurdo që partia ime ishte në pushtet, ishte gjithmonë në koalicion me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe parti tjera politike shqiptare dhe jo shqiptare. Së bashku e bëm shtetin, Kosovën shtet realitet. Por, të nderuar gjykatës, propaganda ruse dhe serbe nuk do të na falnin lehtë. Pasi dështuan ta delegjitimojnë pavarësinë e Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë këtu në Hagë, ata e mësyn Këshillit e Evropës. Ringjallën pretendimet e tmerrshme për trafikim organesh. Pretendime këto që ishin hetuar edhe më parë nga Tribunali i Hagës, nga UNMIK-u dhe EULEX-i. Dhe ishin hedhur poshtë si të pa baza. Sapo u publikua raporti i Dikmartit, si kryeministri i Kosovës, atkohë mblodha përfaqësuesit kryesor ndërkombëtar, ambasadorët e Kuintit në Kosovë dhe udhëheqësit e EULEX-it. Kërkova dhe një tjetër hetim të pavarur. Ata premtuan se do ta heqin rrehen e zezë mbi Kosovën. E vërteta është që propaganda ruse dhe serbe manipuloi Dikmartin. Ai ra viktim e fushatës së tyre. Ata e ushqyen me informacione të rreme dhe në fund tentuan edhe ta vrisnin për të na fajsuar neve. Qëllimi ishte shumë i qartë: të diskreditoj projekti
me suksesshëm politik dhe ushtarak ndërkombëtar në dekadat e fundit. Storia e suksesit të Kosovës. Kur votuam në Parlamentin e Kosovës për themelimin e kësaj gjykate, ne besuam se ajo do t'i trajtonte akuzat në raportin e Dikmartit dhe do të vepronte në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Kosovës. Në praktik, asnjëra tjetra nuk ndodhi. Unë jam kritikuar shumë dhe kritikuam ende në Kosovë pse mbështetëm themelimin e kësaj gjykate. Kritikët thonë se kjo gjykatë synon kriminalizimin e luftës sonë për liri dhe idenë e pavarësisë. Këtë nuk i kam besuar në atë kohë kur e votuam, por uroj sinqerisht që koha të dëshmoj që unë kisha të drejtë e kritiket e kishin gabim. Kjo prokurori në vend që të heqë rënë e zezë Kosovës kërkon t'ja zgjedhë diellin me një stuhi të zezë, të ashtu quajtën ndërmarrje e përbashkët kriminale. Shumë nga akuzat që kam dëgjuar nga kjo prokurori të nderuar gjyqtar në këtë sallë, i kam dëgjuar edhe gjatë fushatave zgjedhore në Kosovë, ama janë bashkë të njëjta. Është e vërtetë e dhimbshme që kjo prokurori përpiqet të hedhë poshtë në shmitë të zyrtarët e lartë të NATO-s, Shtetit Bashkuar të Amerikës, Britanisë së Madhe dhe OKB-s në këtë gjykatë. Të atyre dhe njerëzve të tyre që ishin tërkohën bashkë me ne në terren, që ishin sytë dhe veshet e perëndimit nga Kosova. Për me keq, kjo prokurori pretendon se unë pas kam qitur në lajthitje gjatë gjithë kohës së luftës. Kjo është krejt qesharake. Si duket, kjo prokurori sërisht me mbiqmon më tepër se që meritoi. Nga ana tjetër, kjo prokurori lartëson në qiell dëshmitë e fabrikuara nga epoka e regjimit të Slobodan Miloševićit. Kështu, ajo i njëron edhe vetë të vërtetën. Të nderuar gjykatës, krejt në fund. You've exceeded that. You've exceeded. 2 minutë maksimum. Dhe tha që keni kaluar kohën që ishte të caktuar. Në Rambuje, unë mbështeta kërkesën që Tribunali për Jugosllavinë të jetoj krimet e supozuara nga të gjitha palët, ndërsa nga përfundimi i luftës të gjitha kompetencat për hetimin e krimeve të luftës ishin në duart e ndërkombëtarëve, Tribunalit për Jugosllavinë, UNMIK-u dhe ULEX-i. Unë mbështeta punën e tyre. Asnjë akuzuar në Kosovë për krime luftës nuk ishte arratisur dhe madje asnjë gjam nuk është thyer për kundërshtuar proceset ligjore gjatë 25 viteve të pas luftës. Pas shpalljes së pavarësisë, kur unë isha kryeministri i Kosovës, unë u pajtova që hetimet e pavarur për krime lufte të mbesin në duart e ULEX-it. Si presidenti i Kosovës, angazhova ekspert, eminent ndërkombëtar dhe vendor të gjitha komuniteteve për të krijuar një forum të drejtësisë tranzicionale për viktimat, Komisioni për të vërtetën dhe pajtimin. Por e vërteta është se drejtësia për viktimat nuk mund të ndërtohet duke ndjekur të pafajshmit. Pajtimi nuk mund të ndodhë me ndjekje selektive dhe njetnike. Të nderuar gjyqtar, fjalë e fundit, gjatë gjithë jetës sime unë isha përkrah popullit e Kosovës, në mbrojtje të lirisë, jetës dhe dinjitetit njerëzor. Gjithmonë duke u hequr nga idealet perëndimore të demokracisë, barazisë dhe drejtësisë. Sot, në përfundim të këtij procesi, e kam vetëm një lutje të nderuar gjyqtar për ju, që vendimi juaj të jetë në përputhshmëri me Kushtetutën e Kosovës, ligjet, provat dhe faktet. Dhe provat e paraqitura e bën shumë të qartë se akuzat nuk qëndrojnë. Prandaj, i vetmi vendim i drejtë është pafajësia e plotë. Ju faleminderit shumë. Thank you, Mr. Faleminderit, zoti Thaçi.